Ministri Osmani u angazhua për përmirësimin e bazës materiale të arsimit për zhvillimin e arsimit. Recep Osmani shtroi kërkesa para donatorëve dhe kërkoi mbështetjen e tyre. Ministri Osmani krijoi një bashkëpunim të ngushtë e të sinqertë me bashkësinë ndërkombëtare dhe me homologët e tij. Ai takoi ministrin e arsimit të Shqipërisë, të Maqedonisë, të Malit të Zi, të Turqisë, të Austrisë e tjera. Ministri Osmani mori pjesë në shumë konferenca ndërkombëtare, siç janë Konferenca ndërkombëtare për arsimin e lartë e organizuar në Berlin dhe në Oslo. Zoti Osmani në mënyrë të veçantë mbështeti Universitetin e Prishtinës, Akademinë e Shkencave dhe të Arteve të Kosovës, Institutin e Historisë, Bibliotekën Kombëtare Universitare, Qendrën e Studentëve e të tjerë. Po ashtu Ministri Osmani hapi mundësinë e funksionimit të institucioneve të arsimit privat. Ministri Osmani ishte transparent për punën dhe veprimtarinë e Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë. Puna dhe kontributi i Recep Osmanit ishin kryefjala e arsimit të pavarur të Kosovës.